Ushqimi që ka lënë mjekët goje hapur, ja si t'i thoni lam të mirë diabeti. Diabeti është një nga problemet më të rënda të cilat kërkon edhe një vëmendje të madhe ndaj ushqimeve që konsumoni. Diabeti zakonisht ka kufizime të mëdha në ushqim dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve mund të ndikojnë edhe në dietën tuaj për të parandaluar ose shkaktuar probleme me sheqerin. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen edhe në një recetë të vërtetë për mbrojtjen e shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këtu futen karrotat të cilat sipas ekspertëve mund të ndihmojnë në lehtësimin natyral të sheqerit. Konkretisht lëngu i tyre mund të ofrojë përfitime mjaft të mira. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet duke filluar që nga flokët deri te lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karotene, vitamina A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrot mesatare përmban 4 gram karbohidrate të tretshme dhe pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminës B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit tipi 2, ndërsa karrota ndihmon trupin të marrë një sasi të mirë të vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit, duke balancuar atë të njerëzit që vuajnë nga diabeti. Fibra gjithashtu është e rëndësishme për të ulur dhe parandaluar diabetin e tipi 2. Të konsumoni lëngun e karrotës çdo ditë është një alternativë shumë e mirë për të balancuar luhatjet e sheqerit. Për njerëzit me diabet ose prediabet, dieta është një pjesë kryesore e mbajtjes së niveleve të shëndetshme të sheqerit në gjak. Edhe pse faktorët si pesha trupore, aktiviteti, stresi, gjithashtu edhe gjenetika luajnë një rol të mirë edhe në mirëmbajtjen e diabetit. Ndjekja e një diete të shëndetshme është kritike për kontrollin e sheqerit në gjak. Ndërsa disa ushqime duke përfshirë artikujt e pasur me sheqer të shtuar dhe karbohidrate të rafinuar mund të kontribuojnë në luhatjen e sheqerit në gjak. Të tjerat mund të optimizojnë kontrollin e sheqerit duke promovuar shëndetin e përgjithshëm. Sipas WebMed, në këtë video do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilat sipas studimeve mund të përmirësojnë gjendjen tuaj dhe të menaxhojnë më mirë luhatjet e sheqerit në gjak. Ushqimet e detit. Ushqimet e detit ofrojnë një burim të vlefshëm të proteinave, yndyrnave të shëndetshme, vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve, të cilët do të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Proteina është thelbësore për kontrollin dhe sheqerin në gjak, ndihmon gjithashtu edhe në tretjen e ngadaltë dhe parandalon rritjen e sheqerit pas ushqimit, si dhe rritjen e ndjesisë ngopjes. Mund të ndihmojë në parandalimin e ngritjes së tepërt dhe të promovojë humbjen e tepërt të yndyrnave të trupit, dy efekte të cilat janë thelbësore për shëndetin e sheqerit në gjak. Një konsum i lartë i peshkut yndyror, gjithashtu i salmonit, sardeleve, mund të ofrojë edhe shumë përfitime më të mira për shëndetin në rregullimin e luhatjeve të sheqerit. Për shembull, një studim me 68 të rritur mbi peshk dhe obez, të cilët konsumuan 750 gram peshk të yndyrshëm në javë, patën përmirësime të ndjeshme të niveleve të sheqerit, pas vaktit krahasuar me ato që konsumonin pak peshk ose as pak. Kungulli dhe farat e tij sigurisht do t'i japin një alternativë më të mirë ushqyese për personat të cilët vuajnë nga sheqeri i lartë. Me ngjyrën e tyre të ndezur dhe të mbushur gjithashtu me fibra dhe antioksidant, kungulli është një zgjidhje e shkëlqyer për të rregulluar sheqerin në gjak. Në fakt, kungulli përdoret si një ilaç tradicional për diabetin në shumë vende si Meksika e të tjera. Kungulli është i pasur me karbohidrate të quajtur polisaharide, të cilat janë studiuar për potencialin e tyre në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Trajtimi me ekstrakte dhe pluhurin e kungullit ka treguar gjithashtu rezultate konkrete në uljen e sheqerit sipas studimeve. Kungulli është një alternativë shumë e mirë ushqyese për personat të cilët vuajnë nga luhatjet e sheqerit në trup. Farat e lirit. Farat e lirit janë të pasura me fibra dhe yndyrna të shëndetshme dhe të njohura për përfitimet e tyre shëndetësore. Në mënyrë të veçantë, farat e lirit mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Një rishikim i 25 studimeve të kontrolluara zbuloi se ngrënia e farave të plota të lirit çojë në përmirësim të konsiderueshëm të luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Fara chia janë gjithashtu një produkt shumë i mirë i cili mund të shtohet me patjetër në dietën tuaj.
Ngrënia e farave chia mund të ndihmojë në kontrollin e sheqerit në gjak. Studimet kanë lidhur konsumin e farave chia me uljen e niveleve të sheqerit dhe përmirësimin e ndjesmërisë së insulinës. Një përmbledhje 17 studimeve të ndryshme arriti në përfundimin se farat chia janë një alternativë shumë e mirë ushqyese për të përmirësuar gjendjen tuaj. Manaferat. Studimet të ndryshme kanë lidhur konsumin e manaferave me përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak. Manaferat janë të ngarkuara me fibra, vitamina dhe minerale dhe antioksidant. Ato gjithashtu janë në një zgjidhje e shkëlqyer për njerëzit me probleme të menaxhimit të sheqerit. Një studim i vitit 2019 zbuloi se ngrënia e 2 filxhanëve me mjedra të kuqe në një vak të pasur me karbohidrate uli ndjeshëm insulinën dhe sheqerin në gjak. Përveç mjedrës, studimet kanë zbuluar luleshtrydhet, boronica dhe manaferat që mund të ndihmojnë në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit duke përmirësuar ndjeshmërinë e insulinës. Një tjetër produkt shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj, sidomos nëse keni luhatje të sheqerit dhe rritje të tij, janë gjithashtu edhe agrumet. Edhe pse shumë agrume janë të ëmbla, ulëntimet tregojnë se ato mund të ndihmojnë në uljen e sheqerit në gjak. Agrumet konsiderohen si frutat me glicemi të ulët sepse ato ndikojnë në sheqerin në gjak, aq shumë sa llojet e tjera të frutave si shalqini dhe ananasi. Agrumet si portokalli dhe grapefruit janë të mbushura me fibra dhe përmbajnë komponent bimor, të cilët kanë veti të fuqishme antidiabetike. Ngrënia e frutave të plota agrume mund të ndihmojë në përmirësimin e ndjeshmërisë në insulinës, reduktimin e HbA1c dhe mbrojtje kundër zhvillimit të diabetit. Megjithatë, konsumi i përgjithshëm i frutave është treguar se zvogëlon rrezikun e diabetit dhe ngrënia e frutave specifike duke përfshirë mollët mund të jetë veçanërisht e dobishme për uljen e sheqerit dhe uljen e rrezikut të zhvillimit të diabetit. Një studim që përfshiu të dhënat e mbi 187.000 njerëzve zbuloi se konsumi më i lartë i frutave specifike, veçanërisht boronicave, rrushit, mollës, lidhet me një rrezik të dukshëm më të ulët të shfaqjes së problemeve të diabetit të tipit 2. Perimet pa nisështe. Mbusheni pjatën me perime pa nisështe. Për njerëzit që janë të rrezikuar nga diabeti është e rëndësishme të rrisni dozën e perimeve. Perimet kanë në përmbajtje të lartë fibra dhe ujë, që ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Perimet e gjelbra. Të gjitha perimet pa nisështe janë të mira. Megjithatë, ato me gjethe të gjelbër përmbajnë më shumë vlera ushqyese. Nga një analizë e bërë gjatë studimeve të mëparshme, shkencëtarët britanik zbuluan se konsumi 1.35 racione me perime të gjelbra lidhet me 14% më pak rrezik për zhvillimin e diabetit të tipit 2, krahasuar me racione më të vogla të këtij ushqimi. Edhe frutat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për diabetikët, por gjithmonë ato sa më të freskëta dhe natyrale. Frutat janë të mira për njerëzit që rrezikohen nga diabeti, vetëm nuk duhet i konsumoni në formën e lëngjeve ose të smoothit dhe në sasi tepër të mëdha. Drithrat gjithashtu mund të bëhen pjesë të dietave tuaja të përditshme për të përmirësuar edhe shëndetin. Konsumi i drithrave bën që nivelet e sheqerit në gjak të rriten më ngadalë pas një vakti dhe të ulet rreziku i zhvillimit të diabetit të tipit 2. Fibrat që gjendet te drithrat ngadalësojnë procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu edhe nevojën për insulinë. Prandaj mund të japin rezultate mjaft të mira ushqyese edhe për të përmirësuar shëndetin dhe për të larguar problemet e sheqerit. Thjerrzat gjithashtu duhet të jenë pjesë e dietave tuaja të përditshme. Gjatë një studimi të publikuar te revista Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave, të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsum të lartë të bishtajave, sidomos thjerrzat, ishin më pak të rrezikuar nga diabeti. Zëvendësimi i gjysmë racioni me vezë, bukë, orez ose patate me thjerrza çdo ditë ndihmon gjithashtu në uljen e rrezikut të diabetit të tipit 2, citon Clinical Nutrition. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.